Të nderuar teleshikues, përshëndetje, do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Kryeministri i vendit Edi Rama mori pjesë në fazën finale të garës ndërkombëtare për lindjen e stadiumit Selman Stërmasi, duke e cilësuar projektin si një mundësi për zhvillimin e një zone të re urbane. Ai theksoi se stadiumi do të shërbejë si bërthama e një qendre që do të akomodojë 18 institucione, përfshirë një godinë të re për kadastrën dhe gjithashtu për bibliotekën kombëtare. Kryeministri i vendit Edi Rama mori pjesë në fazën finale të garës ndërkombëtare për projektin që do të rilind stadiumin Selman Stërmasi. Ai e vlerësoi këtë projekt si një mundësi për të krijuar një qendër të re urbane në Tiranë, duke theksuar se stadiumi do të jetë një bërtham për zhvillimin e një zone të re të qytetit. Është në fakt një tjetër bërtham për një qendër të re urbane që jemi bindur, duke pas parasysh edhe konkurrentët, do jemi në kushtet kur do të kemi mundësi të bëjmë një zgjedhje shumë të mirë. Kryeministri po ashtu u ndal edhe në projektet e tjera që do të ndërtohen në afërsi të stadiumit si pjesë e planit të zhvillimit të zonës. Procesi për ndërtimin e qendrës së re administrative pranë stadiumit Selman Stërmasi, që do të akomodojë 18 institucione, procesi për ndërtimin e godinës së re të kadastrës, domosdoshme për shumë arsye që janë të lidhura me konsolidimin e gjithë procesit të punës së kadastrës. Biblioteka e re kombëtare, një konkurs që do të shpallet së shpejti për sa i përket zhvillimit privat në funksion të investimit në bibliotekën e re kombëtare. Ndërkohë që po punohet dhe është në kantier Akademia e re e futbollit, Akademia e Manchester Cityt në Durrës. Ai oftoi gjithashtu për ndërtimin e Akademisë së futbollit dhe partneritetin me Manchester City, që do të kontribuojë në zhvillimin e sportit dhe edukimit në fushën e futbollit. Proceset për ndërtimin e një sistemi të ri parkimesh në kryeqytet dhe në Bregdet, një sistem i ri parkimesh ku ne do të përfshijmë të gjithë arkitektët ndërkombëtar që janë pjesë tani më e përditshmërisë tonë dhe që janë një rrjet i jashtëzakonshëm, me të cilët do të organizojmë edhe festivalin e arkitekturës në Tiranë, festivalin ndërkombëtar në fillim të qershorit. Por, duke folur për parkimet, qëllimi është që t'i përgjigjemi një sfide të madhe të këtij zhvillimi, që është nevoja për shumë më tepër parkime. Përveç projekteve urbane dhe të infrastrukturës, Rama tha se plani për parkimin në kryeqytet dhe Bregdet do të përfshijë arkitekt ndërkombëtar për të krijuar një sistem të ri dhe efikas. Sali Berisha, kreu i Partisë Demokratike, tha se programi i partisë për pensionistët është mbështetur nga përfaqësuesit e shoqatës së pensionistëve. Ai theksoi se ky program do të ofrojë një minimum jetik prej 200 euro për mbi 5200 pensionistë dhe premtoi se do të zgjidhë padrejtësitë ligjore në llogarinë e pensioneve. Sali Berisha, gjatë një takimi me pensionistët, tha se programi i Partisë Demokratike ka marrë mbështetje të gjerë nga shoqata e pensionistëve. Ai vlerësoi se vendosja e minimumit jetik prej 200 euro për pensionistët është një hap i rëndësishëm për të rritur nivelin e jetesës të mbi 520.000 individëve që marrin më pak se kjo shumë. Në takimin që pata sot me ta, faqësuesit e shoqatave të tyre shumë serioze, ata vlerësuan realisht programin e Partisë Demokratike për vendosjen e minimumit jetik 200 euro, që është interesi më i madh i mbi 520.000 pensionistëve, të cilët marrin që të gjithë ndën 200 euro, vlerësuan kartën e konsumatorit, edhe ajo si një lehtësim real, por bën dhe sugjerime tjera të drejta. Berisha gjithashtu premtoi se do të zgjidhë padrejtësitë ligjore që ndikojnë në llogaritjen e pensioneve, veçanërisht ato që lidhen me moshën e fillimit të punës. Dhe unë u premtoj sot pensionistëve shqiptar se të gjitha padrejtësitë ligjore në përllogaritjen e pensioneve marrin fund brenda
3 muajve të parë të qeverisjes Partisë Demokratike. Qytetarët duhet ta dinë se në ligjet për pensionet ka absurditete, ka mohime kontributesh, ka mohime vitesh, ka arbitraritete. Ta zam, në ligjin e kohës, punëtori në kooperativën bujësore, kooperativisti fillon të punën në moshën 14 vjeçare, kurse ndërmarrjen shtetërore në moshën 15 vjeçare. Edi Rama ka shpallë si vit fillimit punës moshën 18 vjeçare, duke u mohuar në këtë mënyrë 3 dhe 4 vite qindra mijëra pensionistëve. Në konferencën për shtyp pas aktivitetit, Berisha kritikoi ligjin aktual dhe tha se ai ka krijuar diferenca të padrejta për ata që kanë punuar që në moshë të re. Ai premtoi që në 3 muajt e parë të qeverisjes së tij do të rishikojë ligjin dhe do të korrigjojë gabimet e bëra nga qeveria aktuale. Policia e Vlorës ka nisur hetimet ndaj një të mituri 15 vjeç, i cili dyshohet se ka hakeruar postën elektronike dhe faqet e disa institucioneve shtetërore duke shkaktuar ndërprerje të funksionimit të tyre. Hetimet janë zhvilluar pas një operacioni të quajtur Llogaritari dhe janë mbështetur nga Drejtoritë e Krimeve Kibernetike dhe Shërbimi Informativ Shtetëror. Policia e Vlorës ka nisur hetimin ndaj një të mituri 15 vjeç, i cili dyshohet se ka ndërhyrë në postat elektronike dhe faqet e disa institucioneve shtetërore duke shkaktuar ndërprerje në funksionimit të tyre për periudha të ndryshme. Ky veprim është zbuluar pas një hetimi intensiv njëmujar që ka marrë mbështetje nga Drejtoria e Krimeve Kibernetike në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe Shërbimi Informativ Shtetëror. Sipas policisë, mituri ka ndërhyrë pa autorizim në të dhënat kompjuterike të disa institucioneve shtetërore gjatë muajit mars 2025 duke shkaktuar ndërprerje të shërbimeve. Pavarësisht ndërhyrjes, hetimet kanë treguar se nuk ka patur vjedhje të dhënave apo dokumenteve konfidenciale nga këto sisteme. Gjatë operacionit janë sekuestruar 5 kompjutera, laptop, 6 aparate celular dhe një dron, të cilat do t'i nënshtrojnë ekzaminimeve të thedhuara për të zbuluar përmbajtjen e tyre. Ky është rasti i dytë brenda muajit mars ku persona të paautorizuar kanë patur akses në postat elektronike dhe faqet e institucioneve shtetërore. Në këtë kontekst, incidentet e tilla kanë nxitur shqetësime për sigurinë kibernetike dhe kanë rritur presionin mbi autoritetet për të forcuar masat mbrojtëse. Rasti i parë kishte të bënte me ndërhyrje në postën elektronike të 3 prokurorëve të Spakut, ku 2 persona u arrestuan për këtë vepër. Policia është e angazhuar për të zbuluar origjinën dhe shkallën e ndërhyrjeve të tjera të mundshme, duke marrë masa për të parandaluar për hapjen e këtyre sulmeve kibernetike në të ardhmen. Gjykata e posaçme nuk ka arritur të marrë një vendim për kalimin e dosjes Partizani për gjykim dhe ka shtyrë seancën për datën 11 prill. Dosja përfshin ish-kryeministrin Sali Berisha dhe 4 të tjerë të akuzuar për favorizimin e privatizimit të pronave te kompleksi Partizani. Gjykata e posaçme nuk ka mundur të marrë një vendim në lidhje me kalimin për gjykim të dosjes së Partizanit dhe ka shtyrë seancën për në datën 11 prill. Kjo është seanca e tretë e shtyrë që prej tetorit të vitit të kaluar dhe mungesa e avokatit të Jamar Bërmalltezit ka qenë shkaku i këtij vonimi. Dosja përfshin 5 pandehur, mes së cilëve është dhe ish-kryeministri Sali Berisha dhe dhëntri i tij Jamar Bërmalltezi, si dhe 3 persona të tjerë. Në seancat e kaluara të pandehurit kanë përfunduar mbrojtjen e tyre dhe tani është rradha e SPAK që të përgjigjet ndaj pretendimeve të tyre. Pas kësaj, gjykata do duhet vendosë nëse dosja kalon për gjykim apo jo. Hetimet për këtë çështje kanë nisur gati 5 vite më parë dhe prokuroria ka ngritur akuza ndaj Berishës për favorizim të dhëndrit të tij në privatizimin e pronave të kompleksit Partizani. Aktualisht ndaj Sali Berishës është në fuqi masa e sigurisë dhe tyrim paraqitje, ndërsa dhëndri i tij Jamar Bërmalltezi ndodhet në arrest shtëpie. Kjo çështje ka krijuar shumë polemika dhe shqetësime politike, duke shtuar presionin ndaj sistemit drejtësisë dhe për të dhënë një vendim të shpejtë dhe të drejtë. Gjykata e lartë ka hedhur poshtë apelin e autorit të dyshuar Mario Përdheshaj për ndryshim të masës së sigurisë nga arrest me burg, duke mbajtur atë të arrestuar në institutin e të miturve në Kavaj. Ndërkohë, familja e viktimës Martin Canit kërkon drejtësi dhe transparencë për ngjarjen tragjike që çoi në vrasjen e birit të tyre. Gjykata e lartë ka vendosur të hedhë poshtë apelin e Mario Përdheshajt, autori dyshuar për vrasjen e 15-vjeçarit Martin Cani, për ndryshimin e masës së sigurisë nga arrest me burg. Përdheshaj, i cili është ndaluar në institutin e të miturve në Kavaj, kishte kërkuar një masë më të butë sigurie, por kërkesa e tij është refuzuar nga gjykata. Disa ditë më parë, gjykata e Tiranës kaloi dosjen në shqyrtim për gjykim, duke refuzuar gjithashtu kërkesën e të akuzuarit për gjykim të shkurtuar, që do t'i mundsonte uljen e dënimit me 1/3 nëse shpallej faqtor.
Ky refuzim ka shtuar presionin mbi sistemin e drejtësisë duke nxitur reagime të forta nga familja e viktimës. Prindërit e Martin Canit, Angel dhe Floriana Cani kanë kërkuar transparencë nga ana e gjykatës dhe kërkojnë që drejtësia të bëhet në mënyrë të plotë dhe të ndershme. Ata shprehin shqetësimin e tyre për ndikimin që ka pasur kjo ngjarje, veçanërisht duke pasur parasysh që vrasja e të birit ndodhi si pasojë një përleshje mes shokëve të shkollës. Ngjarja ndodhi vetëm 200 metra larg shkollës Fanoli, ku viktima dhe autori dyshuar ishin nxënës. Gjatë përleshjes, Martin Cani ishte kërkuar ndihmë nga një shok i tij, i cili mbeti i plagosur duke shtuar tragjikisht edhe më shumë dhimbjen e familjes Sani, që tani kërkon drejtësi për humbjen e djalit të tyre. Policia e Tiranës ka ndaluar Arben Gonxhen, administratorin e kompanisë AMG Food, për importin e mishit të pulës të kontaminuar me salmonel që përfundoi në treg dhe rrezikoi shëndetin e shqiptarëve. Megjithatë, pas konsultimit me prokurorin, ai do të vazhdojë procedimin penal në gjendje të lirë. Policia e Tiranës ka ndaluar Arben Gonxhen, administratori i kompanisë AMG Food, i cili akuzohet për importin e mishit të pulës të kontaminuar me salmonel, një ngarkesë prej 8 tonësh që përfundoi në tregun shqiptar në 11 mars. Sipas policisë, mishin e kontaminuar që kishte kaluar tranzit në doganën e Durrësit për zhdoganim në Tiranë, kompania dyshohet ta ketë hedhur në treg pa pritur rezultatet e analizave të mostrave që ishin marrë nga Agjencia Kombëtare e Ushqimit. Ngjarja ka shkaktuar një alarm të madh për shëndetin publik, pasi mishrat e kontaminator me bakterin salmonel mund të shkaktojnë infeksione serioze tek njerëzit. Policia pas hetimeve ka shpallur Gonxhen në kërkim për importimin, prodhimin, shitjen dhe ruajtjen e ushqimeve të rrezikshme për shëndetin e njerëzve. Megjithatë, pas konsultimit me prokurorin, është vendosur që procedimi penal ndaj tij të vazhdojë në gjendje të lirë pa e arrestuar. Skandali i mishit të pulës të kontaminuar shpërtheu në fund të muajit mars dhe u konstatua se sasia e mishit që kishte mbërritur në vendin tonë përpara datës 15 mars ishte tashmë në treg, duke rrezikuar shëndetin e konsumatorëve. AKU është duke vazhduar analizat për të verifikuar sasinë e mishit të kontaminuar që ka mbetur në treg për të marrë masat e nevojshme për të siguruar tërheqjen e tij. Ish efektivi i forcave Renea Altin Morina u arrestua nga policia pas një kërkese të SPAK për kultivim narkotikësh në kuadër të një grupi kriminal. Gjatë arrestimit u sekuestrua një armë zjarri dhe gjithashtu u ndalua edhe drejtuesi i mjetit me të cilin lëvizte 25 vjeçari me inicialet EH. Altin Morina, ish oficeri i Reneas, u arrestua nga policia e Tiranës këtë të premte pas ishte shpadur në kërkim nga SPAK për akuzat e kultivimit të bimëve narkotike dhe përfshirjes të një grupi të strukturuar kriminal. Gjatë arrestimit, 45 vjeçari u gjedhë u sekuestrua një armë zjarri pistolet. Po ashtu, gjatë operacionit u ndalua dhe drejtuesi i mjetit me cilin lëvizte Morina, 25 vjeçari me inicialet EH, i cili akuzohet për përkrajet e autorit krimit. Ish efektivi i Reneas dyshohet se ka bashkëpunuar me Durim Bamin në organizimin e kultivimit të bimëve narkotike në zonën e Niklës dhe Tapisës. Morina ishte arrestuar edhe më herët në mars të 2023-shit, kur në makinën e tij u gjetën 113.000 euro, por u lirua nga gjykata e Tiranës me detyrim paraqitje, pasi shpjegoi se parat ishin marrë nga një biznesmen për çështje personale. Emri i tij u rikthye në fokus gjatë operacionit Revanche në maj të 2024-s, ku u shpall në kërkim për lidhje me trafikun e drogës dhe përfshirjen e aktiviteteve kriminale. Operacioni Revanche goditi gjithsesi 7 grupe kriminale dhe çoi në lëshimin e 50 urdhër arresteve. Hetimi për lidhjen e Morinës me grupe të tilla kriminale ka qenë të gjata dhe intensive, duke përfshirë analizën e disa provave dhe dëshmive që lidhen me aktivitete të jashtëligjshme. Aksioni i fundit i policisë dhe arrestimi i tij pritet të hellë më shumë dritë mbi aktivitetin e tij të paligjshëm dhe ndihmën që ai mund të ketë dhënë për grupet kriminale. Departamenti Amerikan i Shtetit përmes ambasadës përcjell thirrjen e Donald Trump për rritjen e shpenzimeve ushtarake në NATO, duke kërkuar një nivel prej 5% të prodhimit të brendshëm bruto. Shqipëria e përmbush aktualisht vetëm nivelin minimal prej 2%. Departamenti Amerikan i Shtetit ka nisur një fushat ndërgjegjësuese përmes ambasadave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendet e NATO-s, duke përcjellë mesazhin e Donald Trump për nevojën e rritjes së investimeve në mbrojtje. Në këtë kuadër, ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka shpërndar një mesazh të qartë: vetëm kur të gjithë aleatët investojnë në sigurinë e tyre në nivelin e duhur, ne mund sigurojmë vërtet paqe për të gjithë aleancën e NATO-s. Paqja nuk vjen falas. Kjo thirrje vjen pas kërkesës së Trumpit që vendet e NATO-s të rrisin shpenzimet ushtarake nga 2%, siç ishte vendosur në samitin e NATO-s në Wales, në 5%.
Në këtë kuadër, lind pyetja se ku qëndron Shqipëria në raport me këtë kërkesë të re. Sipas buxhetit të miratuar në vitin 2025, Shqipëria ka parashikuar 525 milion euro për mbrojtjen, që përbën 2.01% të prodhimit të brendshëm bruto, duke përmbushur detyrimin minimal, por duke mbetur larg objektivit të ri të propozuar nga Trump. Me rritjen e presionit nga administrata amerikane, pritet që qeveria shqiptare dhe vendet e tjera të NATO-s të përballen me sfidat e reja financiare dhe strategjike në vitet në vijim. Eci me të tjera informacione, kalojmë në zhvillimet nga rajoni. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rikonfirmuar mbështetjen për Kosovën si një shtet sovran, demokratik dhe multietnik. Ambasada amerikane në Prishtinë deklaroi se pret të bashkëpunojë me qeverinë e re për stabilitetin e rajonit. Ndërkohë, Albin Kurti po vijon takimet me përfaqësues të pakicave për formimin e qeverisë së re. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë rikonfirmuar mbështetjen e tyre për rrugtimin e Kosovës si një vend sovran, demokratik dhe multietnik. Në një përgjigje ndaj interesimit të mediave në Prishtinë, ambasada amerikane theksoi rëndësinë e stabilitetit dhe sigurisë rajonale, duke shprehur pritshmëri për një bashkëpunim të ngushtë me qeverinë e re. Ndërkohë, kryeministri në detyrë dhe lideri i lëvizjes vetëvendosje, Albin Kurti, ka nisur takimet me përfaqësuesit e partive politike të pakicave me qëllim konsultimet për formimin e qeverisë së re. Takimet e tij përfshin përfaqësues të komuniteteve bosnjake dhe serbe, si Emilia Rexhepi nga Partia e Re Demokratike dhe Nenad Rashić nga Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë. Gjithashtu, Kurti është takuar edhe me Elbert Krasniqin nga Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës. Për 2 javët e ardhshme, në prag të seancës konstituive të kuvendit, vetëvendosja do të intensifikojë përpjekjet për të siguruar mbështetje të mjaftueshme për krijimin e qeverisë. Me 48 vende të fituara në zgjedhjet e 9 shkurtit, partia e Kurtit ka nevojë për të paktën 61 vota për të formuar ekzekutivin e ri dhe për të zgjedhur kryetarin e kuvendit. Bisedimet me partitë e tjera politike pritet të jenë vendimtare për përmbushjen e këtij objektivi. Kosova mund të përfshihet në planet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të pritur emigrantë të parregullt që presin riadesimin. Sipas mediave amerikane, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë nisur diskutimet me disa vende, përfshirë dhe Kosovën, për krijimin e kampeve të përkohshëm. Ky model ndjek shembujt e marrëveshjeve të Italisë me Shqipërinë dhe Mbretërisë së Bashkuar me Ruandën. Shtetet e Bashkuara po shërtojnë mundësinë që Kosova të bëhet një destinacion i mundshëm për emigrantët e parregullt që janë dëbuar nga territori i SBA-s, por që nuk mund të kthehen drejt për drejt në vendet e tyre të origjinës. Ky hap është pjesë e një iniciative më të gjerë të administratës Trump, e cila ka nisur diskutime me disa vende të tjera për të krijuar kampet e përkohshme për këta emigrantë. Vendet që janë përfshirë në këtë diskutim përfshin Kosovën, Ruandën, Libinë, Moldavinë, Beninin dhe Mongolinë, sipas informacionit të dhënë nga All Street Journal. Ky plan ka për qëllim të ofrojë një zgjidhje për emigrantët e parregullt, të cilët kanë pasur probleme me qëndrimin e tyre në SBA dhe presin të riadesohen në vendet e tyre të origjinës. Për më tepër, planifikohen qendra pritëse, të cilat mund të shërbejnë si hapësira të përkohshme për këta individ derisa të realizohen procedurat e riadesimit. Ky lloj plani është testuar dhe zbatuar me sukses nga disa shtete perëndimore, duke përfshirë marrëveshjen mes Italisë dhe Shqipërisë për dërgimin e emigrantëve të refuzuar në kampe të ngritura në Shqipëri. Një tjetër shembull është marrëveshja mes Mbretërisë së Bashkuar dhe Ruandës, që u realizua në vitin 2022, ku emigrantët që nuk mund të qëndronin në Britani dërgoheshin në Ruand deri në riadesimin e tyre. Të tilla marrëveshje janë konsideruar si një mundësi për të zbutur krizën e emigracionit dhe për të lehtësuar fluksin e emigrantëve në shtetet që janë pjesë e këtyre marrëveshjeve. Për Kosovën, përfshirja në këtë plan mund të sjellë përfitime të natyrës diplomatike dhe të sigurisë, duke theksuar angazhimin e vendit në përpjekjet ndërkombëtare për menaxhimin e emigracionit dhe integrimin e tij në strategjitë globale të sigurisë. Megjithatë, një vendim i tillë mund të shkaktojë shqetësime dhe debate në vend, pasi do të kërkonte krijimin e strukturave të specializuara për të menaxhuar këta emigrantë, duke marrë parasysh edhe ndikimin që kjo mund të ketë në qëndrueshmërinë sociale dhe ekonomike të Kosovës. Në një kohë kur administrata e Shteteve të Bashkuara po vazhdon të shtrijë përpjekjet e saj për të menaxhuar emigracionin, figura kyçe në këtë përpjekje është Stephen Miller, zëvendës shefi i stafit të Shtëpisë së Bardhë dhe një nga arkitektët kryesor të politikave të ashpra ndaj emigracionit. Ai ka qenë një nga nismëtarët e kopimit të këtyre modeleve të migracionit që janë zbatuar nga vende të tjera, si Italia dhe Mbretëria e Bashkuar. Kosova ka ende kohë për të marrë vendimin mbi këtë çështje, por përfshirja e saj në këtë plan mund të ndikojë në një tjetër anë për mua. Çfarëdo vendimi mbi këtë çështje do të bëjë një diskutim të gjerë dhe konsultues me aleatët dhe burimet e Kosovës, duke u siguruar që ndihma e emigrantëve të jetë në me interesat dhe vlerat e vendit.
Do të ecim me zhvillimet nga bota. Në mes të tensioneve për tarifat e Trumpit ndaj madrave europiane, Marco Rubio siguroi aleatët e NATO se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten të angazhuara ndaj aleancës, por kërkon që partnerët të rrisin shpenzimet për mbrojtjen. Në takimin 2 ditor të ministrave të jashtëm të NATO-s në Bruksel, sekretari amerikan i shtetit, Marco Rubio, u përpoq të shuante shqetësimet e aleatëve europian, duke theksuar se SBA mbetet e përkushtuar ndaj aleancës, pavarësisht tensioneve të krijuara nga tarifat tregtare të administratës Trump. Ne do të mbetemi në NATO. Histeria dhe egzagerimi që keni parë në mediat ndërkombëtare dhe disa media amerikane për këtë çështje janë të pajustifikuara, por ne duam që NATO të jetë më e fortë, tha Rubio, duke nënvizuar nevojën për një aleancë më efikase dhe të përgatitur ndaj kërcënimeve të reja. Një nga kërkesat kryesore të SBA-s mbetet rritja e shpenzimeve për mbrojtjen nga vendet anëtare të NATO-s. Rubio sugjeroi që buxheti i mbrojtjes të arrijë në 5% të PBB-s së çdo vendi, një objektiv që SBA-ja nuk e ka arritur ende plotësisht. Megjithatë, takimi u ersua nga vendimi i Washingtonit për të vendosur tarifa të reja për mallat europiane, duke rritur tensionet me BE-n. Ministri i jashtëm i Luksemburgut, Xavier Bettel, e cilësoi këtë si një moment të së vërtetës që do të përcaktojë nëse SBA dëshiron ende të ruajë marrëdhëniet e saj me Europën. Muajt e fundit, Donald Trump ka vënë në dyshim klauzolën e mbrojtjes reciproke të NATO-s, duke këmbëngulur që aleatët të rrisin ndjeshëm buxhetet e tyre të mbrojtjes. Kjo ka krijuar pasiguri për të ardhmen e aleancës dhe ka bërë që vendet europiane të shqyrtojnë strategji të reja për sigurinë e tyre. Presidenti Donald Trump mburret se tarifat mbi importin do të bëjnë Amerikën më të pasur, por tregjet botërore por reagojnë me panik duke sjellë rënje të anksioneve dhe zhvlerësim të dollarit. Pritet që situata ekonomike të vijojë të përkeqësohet nëse nuk arrihet një marrëveshje e re mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe partnerëve të saj tregtar. Presidenti amerikan Donald Trump ka shpallur suksesin e tij për vendosjen e tarifave të reja mbi mallat e huaja. Të janë 10% për çdo produkt që hyn në SBA. Çdo vend ka kërkuar të negociojë. E kemi gjetur veten në koltukun e shoferit. Kur nuk i kërkon makinat e brendshme të punës të bëj diçka, tani do të bëj gjithçka për ne. Kjo do të bëj gjithçka për ne. Megjithatë, ky vendim ka shkaktuar një tronditje të madhe në tregjet financiare. Bursat botërore dhe aksionet në SBA kanë pësuar rënje që prej shpalljes së tarifave, ndërsa dollari është zhvlerësuar ndjeshëm, duke bërë që euro të arrijë nivelin më të lartë në 6 muajt e fundit. Sipas ekspertëve, këto turbullira ekonomike janë më të rënda që nga periudha e pandemisë COVID-19. Në përgjigje të tarifave amerikane, Bashkimi Evropian ka paralajmëruar masa të njëjta kundër SBA-s, duke rritur rrezikun e një lufte tregtare. Në një intervistë për gazetën italiane La Repubblica, politologu i njohur Francis Fukuyama ka paralajmëruar pasoja të rënda nga ky vendim. Tarifat janë një zgjedhje e çmendur, do të na çojnë në recesion, duke rrezikuar edhe një luftë botërore, është shprehur profesori i Universitetit të Stanfordit. Pritet që situata ekonomike të vijojë të përkeqësohet nëse nuk arrihet një marrëveshje e re mes SBA-s dhe partnerëve të saj tregtar. Presidenti amerikan Donald Trump vazhdon spastrimin në radhët e sigurisë kombëtare duke larguar 2 drejtues të kryesor të Agjencisë për Sigurinë Kombëtare. Ky në fakt është një ndryshim i rëndësishëm për inteligjencën amerikane, e cila ka psuar tronditje të mëdha gjatë muajve të parë të administratës Trump. Administrata Trump ka shkarkuar generalin Timothy Hawk, drejtorin e Agjencisë për Sigurinë Kombëtare NSA dhe njëkohësisht drejtuesin e komandës kibernetike të SBA-s. Krahas tij, është larguar edhe Wendy Nobel, zëvendës drejtoresha e NSA-s. Ky është një ndryshim i rëndësishëm për inteligjencën amerikane, e cila ka pësuar tronditje të mëdha gjatë muajve të parë të administratës Trump. Sipas mediave amerikane, shkarkimi i Hawk vjen pas një takimi të tij me miliarderin Elon Musk, i cili aktualisht drejton departamentin e efikasitetit të qeverisë. Takimi u mbajt në selinë e NSA dhe komandës kibernetike, duke ngritur spekulime mbi ndikimin e Musk në ristrukturimin e agjencive të sigurisë. NSA është një nga institucionet më të fuqishme të spionazhit amerikan, duke realizuar operacione inteligjence në të gjithë botën dhe duke ofruar informacione kritike për presidentin dhe këshilltarët e tij. Ndërkohë, komanda kibernetike, e cila u krijua më shumë se një dekadë më parë për të luftuar kërcënimet në hapësirën kibernetike, ka qenë thelbësore në mbrojtjen e interesave amerikane në epokën digjitale. Me këto ndryshime, administrata Trump sinjalizon një qasje të re ndaj inteligjencës dhe sigurisë kibernetike, ndërsa mbetet për tu parë se kush do të marrë drejtimin e këtyre institucioneve kyçe. Një sulm ajror izraelit goditi një shkollë të kthyer në stre për civilët e zhvendosur në Gaza, duke shkaktuar të paktën 27 viktima, mes tyre fëmijë dhe mbi 100 plagosur. Ky është sulmi më i fundit në një përshkallëzim të dhunës që ka marrë mijëra jetë që nga marsi.
Një sulm ajror i Izraelit ka goditur një shkollë të përdorur si streng nga civilët e zhvendosur në Gaza, duke shkaktuar një tragjedi të rëndë. Të paktën 27 persona, përfshirë fëmijë, kanë humbur jetën dhe mbi 100 të tjerë janë plagosur. Sipas zëdhënësit të Agjencisë së Mbrojtjes Civile në Gaza, Mahmoud Basal, numri i viktimave mund të rritet, pasi shumë nga të plagosurit ndodhen në gjendje kritike. Ky sulm është pjesë e një vale të rrjedhune që ka nisur që nga marsi, duke vrarë mbi 1160 persona dhe plagosur mbi 2700 të tjerë. Dhuna e vazhdueshme ka shkatëruar shpresat për një armpushim afatgjat mes Izraelit dhe Hamasit, ndërsa situata humanitare në Gaza mbetet katastrofike. Që nga tetori i vitit 2023, numri i viktimave palestineze ka arritur në mbi 50.250, ndërsa mbi 114.000 persona janë plagosur, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Komuniteti ndërkombëtar ka dënuar vazhdimin e sulmeve ajrore dhe përshkallëzimin e konfliktit. Në këtë kontekst, gjykata penale ndërkombëtare ka ndërmarrë veprime ligjore kundër liderëve izraelit, duke lëshuar urdhër areste për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Gjithashtu, në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë po zhvillohet një çështje për akuzat e gjenocidit ndaj Izraelit. Ndërkohë, tensionet në lindjen e mesme mbeten të larta, me shqetësime për përshkallëzimin e mëtejshëm të luftës dhe pasojat humanitare që ajo sjell. Aktoria e njohur Margarita Xhepa e nderuar me titullin Deri Kombit u nda nga jeta ditën e djeshme dhe u përcoll sot me omazhe në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Pas 3 orësh omazhe, miq, kolegë dhe qytetarë shprehen mirënjohjen për kontributin e saj të jashtëzakonshëm në art. Margarita Xhepa do të mbetet përjetësisht në kujtesën e artdashësve për kontributin e saj të pashuar në teatr dhe kinematografi. Aktoria Margarita Xhepa e nderuar me titullin Deri Kombit, e cila u nda nga jeta ditën e djeshme, u përcoll sot në banesën e fundit në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Omazhet për të zgjatën 3 orë u zhvillua në praninë e familjarëve, miqve, kolegëve dhe qytetarëve që shprehen respektin për mirënjohjen për këtë figurë të madhe të artit shqiptar. Ndriçim Xhepa ndau kujtime të paharruara për dashurinë e thellë që Margarita pati për artin dhe angazhimin e saj deri në momentet e fundit të jetës. Mbylli jetën e saj në mënyrë normale, pavarësisht pati sa probleme përsi, më thonë, javët e fundit, to 2 muajt e fundit, të karakterit shëndetësor, të karakterit pulmonave, si duket edhe lodhjet e vetë viteve bëjnë të vetën normale. Por ajo nuk kishte një natyrë çuditshme që biles kur binte muhabetin e biseda nga herë kështu në momente të shkëputura kështu, e thoshte, ndoshta në skenë thoshte, ka mundësi më, edhe jo sot kena do lëvizje, do këmbët kur i thonë. Mes dhimbjes së lodhëve dhe mirënjohjes, artistët nderuan mbretëreshën e teatrit. Të gjithë brezi i saj e kanë këtë vëmendje ndaj të rinjve, sepse të gjithë kemi qenë të rinj dhe nëse nuk hapen dyert e teatrove dhe ekrani i madh për artistët e rinj, si do të mund të çajnë tutje. Dhe Margarita e kishte shumë merak këtë gjë. Çdo vit ajo vinte në Korçë, pëlqente Korçën, kalonte momente të bukura, jepte sugjerime për festivalin, për zgjedhjet e shfaqjeve. Së bashku me Tinkën, të dyja, Margarita me bastunin e saj, ecte në për Korçë, e kishte dashuri, dhe ne të gjithë e donim shumë. Për mua ka qenë njëri madhnushëm edhe për populin. Është një humbje e jashtëzakonshme. Margarita është simbol i mirësisë, i dashurisë, i bukurisë njerëzore, dhe i gjithë rrugëtimi i saj i adhurueshëm profesional krijoi imazhin e gruas në të gjitha dimensionet, si vajzë, si nën, si motër, si kolege. Unë jam me privilegjuar, mund të them që kam pasur fatin të rrugtoj me të edhe profesionalisht. Margarita, jo ky interesi juaj të i medias, po interesi i çdo shqiptari që kupton fjalën shqip. Ka marrë me vete vetëm dashuri. Sepse ajo, unë jam i bindur, Margarita nuk ka njohur në një fjalë të keqe në konceptin e saj. Ajo dinë vetëm të shpërndan në dashuri. Pavarësisht se Margarita nuk është më fizikisht ndërne, kontributi i saj për artin shqiptar do të mbetet i paharruar dhe do të ruhet në kujtesën e artdashësve përjetësisht. Të nderuar teleshikues, do të njihemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 5 prill 2025 do të karakterizohet nga një mot kryesisht i kthjellët me intervale të shkurtra vranësirash të lehta. Nuk parashikohen rreshje shiu gjatë kësaj dite. Temperatura minimale parashikohet të jetë rreth 4 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 22 gradë Celsius.
Era do të fryj e lehtë me drejtim juglindje veriperëndim, me shpejtësi mesatare prej 7 metra për sekond. Përgjatë vijës bregdetare dhe luginave, era her pashere mund të arrijë shpejtësi deri në 12 metra për sekond, duke shkaktuar valezim në dete të forcës prej 2 deri në 3 ball. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 11 deri në 20 gradë Celsius. Kukës 8 deri në 16 gradë Celsius. Peshkopi 6 deri në 14 gradë. Tiranë 9 deri në 20 gradë Celsius. Durrës 10 deri në 22 gradë. Kavaj 9 deri në 21 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 20 gradë. Berat 8 deri në 20 gradë. Korç 4 deri në 15 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 22 gradë. Gjirokastër 8 deri në 18 gradë Celsius. Sarand 10 deri në 22 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 5 prill 2025 do të karakterizohet nga një mod kryesisht i kthjellët, me intervale të shkurtra vranësirash të lehta. Nuk parashikohen rreshje shiu gjatë kësaj dite. Në përgjithësi, dita do të jetë e qetë dhe me temperatura mesatare pranverore në të gjithë territorin e Kosovës. Temperatura minimale parashikohet të jetë rreth 3 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale pritet të arrijë deri në 17 gradë Celsius. Era do të fryj e lehtë me drejtim juglindje verilindje, me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond. Në disa zona, era her pas here mund të arrijë shpejtësi deri në 13 metra për sekond. Temperaturat minimale dhe maksimale të parashikuara për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijon. Mitrovica 3 deri në 15 gradë Celsius. Podujev 4 deri në 14 gradë Celsius. Skënderaj 3 deri në 13 gradë Celsius. Pej 3 deri në 15 gradë Celsius. Prishtinë 3 deri në 17 gradë Celsius. Gjakov 4 deri në 16 gradë Celsius. Malishev 4 deri në 14 gradë Celsius. Gjilan 3 deri në 16 gradë Celsius. Ferizaj 3 deri në 16 gradë Celsius. Kaçanik 4 deri në 15 gradë Celsius. Suharek 5 deri në 14 gradë Celsius. Prizren 4 deri në 16 gradë Celsius. Kemi mbritur në fund të edicionit informativ për ditën e sotme. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, mirë takofshim.